Jemi rikthyer përsëri në studion ton, por sot nuk do të flasim momentalisht për futbollin, tani do të kalojmë pak asaj jashtë komfort zonës tonë, do të kalojmë në basket. Nga java e ardhshme, nga e hëna, fillon një emision i ri në Art Motion dhe në Klan Kosova. Është 1-1 podcast. Ulpiana Emra, mi mbroma mirë se erdhe. Autori i këtij emisioni. Kënaqësi jam sonte të flasim edhe për emisionin, por edhe për play-offin e zjarrt basketbollit. Po besoj vëmendja pak më shumë për momentin se në futboll, është në basketboll. Patjetër, edhe sallat po na mbushën, kështu që me interes po i shohim këto ndeshje. Valentin Spaçi, mi mbroma mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Është bërë kogja nxehtë. Trepça siguroi kualifikimin në finale dhe pret fituesin e ndeshjes Bashkimi Bora. Sonte u prit një duel shumë interesant, por Trepça e bëri diferencën në pjesën e dytë, apo jo? Po, Trepça realisht është konstant prej fillimit kampionatit, edhe ekipet, po themi, Peja me rosterin që kishte disa ndryshime që i bëri në fund sezonit, arritën të këndellën, edhe pse Peja ka një skuadër shumë të mirë. Unë mendoj që Trepça, gjitha kemi pri që Trepça do t'jetë, do më thonë, deri në finale, kurse Bashkimi Bora lojë shumë bukra, ku përparësit madhe tash e ka terrenin vendas, pra tërë sezonën luftohet për këto dy pozitat e para. Ja, pra këtu është ai momenti ku në ndeshjen e radhës, do më thonë në Prizren, do të kenë shansën Arpagjikt të gëzohen fitores, ai lojtari 6 për neve. Pse po ndodh kaq shumë pikë që po kemi në ndeshje? Gati 200 pikë po janë në këto ndeshjet e fundit. Realisht me të vërtet pyetje me vend kjo, po shihet që ekipet janë fokusuar shumë në sulm. Në momentin kur është sulmi shumë i mirë dhe ka, ose të themi mbrojtja e dobët, ka shumë pikë të shënume. Prej trajnerave të kaluam që i kam kalu thonin që në finale, në play-off nuk ka lojë të bukura në kuptimin për sy, sepse gjithë mendojnë rezultatin, por ja që realisht kjo ndeshja sonte me të vërtet ka edhe për sy dhe për shikues. Po më për basketbol dhe ishte mirë, si ku shkonin edhe lojën e fundit ta luanin Trepç, po kjo është basketbolli, nuk të falë. Ulpian, kush ka qenë bevasia deri tash në këtë fazë? Pas një dyshim Bora. Definitivisht një skuadër e cila nuk ka shumë kohë në Super League dhe një skuadër që personalisht mendoj që e ka bu basketbollin më të bukur, edhe për gjitha përgëzimet për kryesinë e klubit, por përgëzimet më të mëdha janë për trajnerin Zoran Kashqellan. Një trajner i cili i ka fut në lojë, po them i ka fut në lojë, edhe ata lojtarë të cilët nuk janë llogaritur nga skuadra tjera. Ish kemi parë shkëlqimin e lojtarëve vendor, se normalisht të huajt vinë e kryen punën e tyre, edhe gjithë një skuadra e cila e ka bazën vendore më të fortë e bën diferencën. Kjo është duke ndodhur tek skuadra e Borës, ku trajneri Zoran Kashqellan ka bërë një punë fantastike. Ka ndalë në pa lojtarë si Rezart Mehmeti, pastaj Ronukaj në duelin e fundit ka qenë pas një dyshim vendimtar ndaj një skuadre si Bashkimi. Bashkimi është llogarit favorit duke marrë parasysh gjithë rrjedhën e kampionatit, investimet që janë bërë, investimet janë shumë më të mëdha se sa tek skuadra e Borës. Gjithsesi, puna që është bërë tek skuadra e Borës është për të përgëzuar. Normalisht shikuesit janë një plus shumë i madh për ekipin e Bashkimit, por loja që po tregon Bora e lë 50-50. Më bëri përshtypje se e pyeta edhe trajnerin në fund, trajnerin Adis Beqiragić, për këtë ndeshje Bora Bashkimi, ai tha që këtë seri është duke e kontrolluar ekipi Borës. Pavarësisht që Bashkimi ishte në 2-1 në epërsi në këtë seri, ishte përgjigja e tij e ka humbur një ndeshje të cilën e pati të fituar dhe Bora po luan me shumë më tepër konfidencë. Dhe kjo e lë të hapur këtë ndeshje 50-50. Shkuara në ndeshjen e 5 arrit presionin për Bashkimin? Realisht po, presioni është të Bashkimi, po është edhe përparësi e madhe, sepse unë mendoj që në lojën e 5 në Prizren nuk do të ketë asnjë vend zbras në palestër. Por kjo është ajo bukuria e basketbollit. Kjo është ajo 2-2, domethënë nuk ka më kthim mrapa. Normal besoj që ka lojtar në skuadrën e Bashkimit që din të fitojnë këto lojë, edhe u pajtona edhe me trajnerin, edhe me intervistën se arrit edhe me pa, që ka thonë 50-50, Bora me të vërtet po e hap lojën mirë, po shkon 3 por nuk po mundet të themi të finalizimi po kanë problem,
por unë prapë po them, presioni do tjetë në prezident, po në anën tjetër edhe përkraja do tjetë shumë. E shenit vështirë fitoren e Borës? Realisht, asgjë nuk është e pamundër. Megjithatë, po besoj edhe tek skuadra e bashkimit që do të hynë pak me më tepër seriozitet. Ajo që unë që kom po personalisht në ndeshjet e bashkimit, në një farë mënyre, sidomos në duelin e fundit, pak sa si i ka nënçmuar skuadrën e Borës. Fitoria prej 15 pikëve në ndeshjen paraprake në Prizren, do shta ja ka dhona të komfort zonën, në farë mënyre hynë ma nga dalë në ndeshje dhe ajo i kushtoj. Përsia prej 18 pikëve ishte shumë e lartë, pavarësisht që një ekip në basketbol kthehet dhe jep gjithë energji në fund, ai ekipi që është kursyer më tepër e jep një shtytje të fundit dhe fiton ndeshjen dhe ajo i kushtoi gjithë ajo energji që u shpenzua në çastet vendimtare. Kështu që në ndeshjen e fundit unë besoj që bashkimi ka me hy me shumë më tepër seriozitet edhe ka me kontrollu ndryshe ndeshjen, jo sikurse ndodhi në Prishtinë. Për Trepshën, cili është kundërshtar më i përshtatshëm në finale? Me i përshtatshëm mendoj që realisht janë të barabarta si skuadra, derisa kanë shu 2-2. Sa i bëjmë problem Trepshës, cila do pra? Unë mendoj që bashkimi i bën problem më shumë Trepshës, sepse në rolët e veta ka lojtar me më shumë eksperiencë, kur themi më shumë, themi edhe të lojtar të huaj, edhe të lojtar vendor, kurse Bora me Trepshën duele direkte, themi edhe pse është një surprizë shumë e mirë si vjetë Bora, po prapë janë këto me tifozeri, janë skuadra që kanë tifozeri, Bora është ekip simpatik, do më thonë ekipi i dytë i Prishtinës tani, por nuk kanë tifozeri. Kjo e bën atë dallimin plus klubet e qytetit, janë më të vjetra, do më thonë një nuansë të vogël ja merr kjo pjesë. Po se realisht edhe tifozët luajnë rol shumë të madh sidomos në finale dhe ai presioni i tifozëve të bën veten. Nëse në një finale luhet për shembull, siç po e shohim edhe në ekran një numër i vogël i pranishëm, pavarësisht që duhet përgëzuar edhe menaxhimi edhe në këtë aspekt se janë tifozë shumë simpatik ata të cilët i shohim në një tetori, gjithsesi. A janë kryesisht familjar apo janë tifozë të Borës? Janë familjar, por nuk janë veç familjar, do me thonë, për derisa është një numër aq i madh, dhe kanë fillu me i fitu edhe tifozët e vetë, ekipi i Borës për gjithë punën. Unë jam një napi tifozëve të Borës, kështu që dojnë lexojnë. Tash do të ditët publikun Prizren me këto komentet e Ulpio. Jo bra, ata janë të mitë, ata e dinë, s'kanë qa prekën ata, për gjithësësi unë pa tjetër duhet ta përgëzoj ekipin e Borës për gjithë shka që ka po, nëse mund vetë dikush në Prizren, këshilla jam me përbashkimin, është dushme marë pak ma seriosisht, të thotë lojën edhe është e menaxhueshme ndeshja që ta arrihet edhe fitoria. Po flasim pak edhe për rastin e Drilon Hajrizit, që është bërë kogja e madhe, e pati një paraqitje shumë mirë, po ka qenë edhe i targetum nga tifozët. Qa ka ndodhë? Rivaliteti mes tifozërive të Trepqa dhe Peja është një ndeshje shumë e vështirë. Edhe këtë e dinë mjaft mirë dhe lojtarët e dimë edhe ne, edhe për neve komentatorëve, që nuk jemi hiç kërkushi, që nuk kemi kurfar ndikimi, aty është shumë vështirë, e mos të flasë për lojtarët. Ajo ka qenë e pritur që ka me ndodhë diçka pasi dihet që kur vjen puna Drilon Hajrizi ka me ushajt në Pej, Dardan Berisha ka me ushajt në Mitrovic. Është mëkat, kjo që edhe është një pamje keqe, një ndjenje keqe në fund të ditës, pasi ata dy janë legjendat basketbollit Kosovës. Edhe që të dy kanë shkëlqynë këtë seri. Që të dy duhet duar trokitur në secilën palestër të Kosovës, pasi që ata janë liderët edhe të përfaqësuesës së Kosovës. Nëse vjen puna Kosova me lujtë me këndo qoftë, ata janë djemtanë edhe nuk duhet pritur në këtë mënyrë. Driloni është pritur goxha keq në Pej, edhe sharjet i kanë te kalu kufit, është me të vërtet, ka qenë shqetësues për gjithë. Se ekziston kjo farë respekti për ish lojtarët e klubit në Kosovë? Sepse lojtarët e Driloni e të tjerët kanë defilu në për shumicën e klubeve. Driloni ka qenë edhe kapiteni skuadrës së Pejës, në vitin 2020 e ka fituar edhe kupën me ekipin e Pejës, bashkë me trajnerin Adis Beqiragje, që ka qenë bashkë edhe me Dardan Berishën në ekip, një super skuadrë e Pejës që ka shkejtë. Se shëndrohet automatikisht në një varë armiku. është me të vërtetë e çuditshme. Unë mendoj që ka individ prapa, mendoj, skuadrës që ndikojnë edhe është një konfrontim direkt me te dhe ti nuk e din me kanë e ka Driloni ose Dardani. Do më thonë e ka një konfrontim ku ti në fillim fush mund të marrësh një ofendim edhe të mirësh me te
tërloj, mund të jetë një tifoz i ri aty, po që u duk që Driloni ju ka drejtu bankës pes. E kish marrë kogja me emocion, dhe pa me reagimin e ti. E tash ata veç Driloni mundet me nas qaru me kanë e ka pas, qysh e ka pas situatën, sepse na nuk dim asgjë. Domethënë, kemi pa një drejtim ka banka, mund të jetë në afekt, gëzim, gjithçka, po nuk mund ta paragjykojmë. Edhe e ka marrë ofër zemrës normalisht pasi që të përcillet edhe me muzikë, edhe në karr, të ketë share të tilla direkte ndaj nënës, ndaj vajzës, nuk janë pranueshme. Unë personalisht kam qenë në palestër, për vajzën nuk e kam dëgjuar ndoshta për shkak të kufjeve, po emri i nënës së tij jehante edhe as pak e këndshme nuk ishte kjo. Tash normal edhe ajo është njeri në fund të ditës edhe nuk janë robot lojtarët në fushë që të mos kenë reagime të tilla pasi çka është e tepërt është e tepërt. Në suazat e normalës, okej, në rregull është, mundën deri diku edhe shamjet me u pranu edhe mos me i dëgju, po në atë nivel është me të vërtetë për të ardhur keq. Para se të flasim për emisionin më të ri, po diskutojmë për finalen e mundshme, a e fiton lehtë Trepça titullin e kampionit? Finalja asnjëherë nuk fitohet lehtë. Finalet e dim që ka shumë emocione, ka shumë, mund të rrjedhin shumë gjëra, po me 4 ndeshje duhet të fitohet apo jo titulli? Do të jetë një seri e gjatë, do të jetë edhe kjo seri e gjatë e finaleve. Unë them që mund të shkojnë deri në ndeshjen e 6, Valentin nuk e di si mendon, për 7-ën s'di çfarë them. Po nisna prej përvojës shqetësore, domethënë finalet dinë me befasu me lëndime, larg qoftë për secilin skuadër, me ngarkesa psikologjike të lojtarëve, sepse ka lojtarë që deri në finale luajnë mirë, pastaj në finale nuk e njefti se a është çaj lojtar apo, domethënë ka shumë faktor, po këtu dua të potencoj që do të jetë një finale shumë e mirë, sepse në të dy qytetet me të vërtet luhet basketboll, edhe ka tifozëri të flaktë. Kur themi të flaktë, momenti që shkon Mitrovic, ti e sheh një organizim tillë tifozëve, të lojtarëve, trajnerit që janë kompakt, njëjtë ki edhe në Prizren. Por është një presion më i madh te Mitrovica, sepse gjithmonë ka qenë kështu. Prej pas luftës kur kemi luajtur, unë mojnë men lojën e parë me 5000 shikues, sa i nxjerr salla, domethënë lojë miqësore ka qenë Bashkimi i Trepça, gjithmonë ka pas tifozë. Sa ta herë me radhë që shkon në finale Trepça, që ka dominu këto vitet e fundit? Nëse nuk gaboj është tira 6. Nëse nuk gaboj, ndoshta edhe unë jam gabim se duna qatë shumë ju kam bu sa s'pedina mu, kështu që ti është problemi. S'mund me ato të para s'pi numrojmë ma herët se një databazë. Aty tu i marrë kumë, t'jë ngon e tani mos e lëshun, nuk e lëshun titullin. Mirë, këtë pjesën e ndeshjeve diskutuat me Arlindin, po nduat ndalem të 1-1 me Ulpianën. Çka po na sjell Ulpiana në televizionin Klan Kosova? Po na e rifreskon, apo jo? Po vjen diçka e re, diçka që unë personalisht e kam menduar shumë më herët që ka nevoj televizionet tona që të kenë një emision pak më ndryshe sportiv, diçka që të sjell një risi. Tash ka ardhur momenti që atë përvojën time si ish basketboliste dhe tashmë si gazetare, tash është 7 vite që po më bëhen, të sjellin në një format ndryshe. 1-1 me Ulpianën do të jetë një podcast, një bisedë, gjithnjë me një mysafir përballë. Do të përballemi 1-1, por tashmë do të vinë mysafirët nga komuniteti i basketbollit kryesisht në sezonën e parë, të përballen me pyetje 1-1, jo një lojë basketbolli. Emisioni do të përfshin normalisht edhe ngjarjet aktuale, edhe temat aktuale, të cilat duhet prekën pak a shumë patjetër. E dim që një sezon i basketbollit ka shumë gjëra për të diskutuar edhe aktualisht nuk po ka gjithat hapësirën e duhur, por pjesa kryesore do të jenë pjesa e dytë dhe tretë emisionit. Në pjesën e dytë të emisionit do të flasim me mysafirët, kush do qoftë mysafir, për aspektet personale, për karrierën. Tashmë do të kemi mysafir edhe në pozita të cilët janë, por do të flasim me ta edhe për kohën kur kanë qenë ish sportista, ish basketbolista, ish basketboliste e tashmë në pozita, do të i ndajnë eksperiencat e tyre, gjërat të cilat nuk janë dëgjuar asnjëherë më parë. Ndërsa në fund, në pjesën e fundit do të jenë ato pyetjet me spec, të cilat nuk do t'i kursej kush do qoftë në emision.
do t'jetë një farë loje në vete, por do të mundohemi të nxjerrim diçka që nuk është thënë. Për publikun që na ndjek tani, terminet e emisionit janë në Sport 1 transmetohen. Në Sport 1 do t'jetë nga ora 20, ndërsa në Klan Kosova do t'jemi me njëherë pas edicionit special, 12-15 diku. 2 herë në javë, apo jo? 2 herë në javë. Do t'jetë të hënën edhe të premtën. Normalisht edhe në rrjetet sociale do t'i përditësojmë në vazhdimsi, mund t'i ndjekin edhe gjithë ato përgjigjet pikante, të cilat do të mundohemi t'i nxjerrim. Do të shohim, po shpresojmë që ky emision t'i sjell paksa freski edhe televizionit nëmër 1 në vend. Normalisht ne jemi të parët zakonisht për gjërat e reja dhe gjërat bukra, edhe kësaj radhe do sjellim diçka ndryshe. Patjetër. Të shohim kush do të jetë mysafir në emisionin e parë apo s'po zbulojmë? Do të jetë më i madhi i basketbollit aktualisht. Okej. E kush është tash nesër, nuk është shumë larg, do të jemi nesër mbrëma dhe i ftoj të gjithë shikuesit të na ndjekin nesër mbrëma për të parë dhe kush është mysafiri i parë. Më i madhi, do të shohim nesër se kush është. Me madhi Sipas Ulpianës. Gjithmonë. E tash më i madhi që si vjen kjo, jo bashkë sipas meje, po e shëni nesër që e kuptoj. Këto mund të më përrek dikush. Edhe me gjatësi orë bëll i madh, valla kështu. Po edhe me peshë si person shumë i madh. Qëtash e ka kam dyshime. Qëtash e ka afru, me pesh e ka afru. 120 kg. Jo na dhe basketbollistat të mdha i kena me pesh, edhe ata në pozita i kena me pesh, krejt me pesh